të nderuara struktura partisë dhe delegat konventes, të nderuar përfaqësues dedve e nëndedve, aktivist Partisë Demokratike të Kosovës, miq, bashkëpunëtor dhe familje e madhe e Partisë Demokratike të Kosovës. Ka momente në jetën politike kur koha duke se ndonet dhe partia ndonet për të marrë frymë thellë. Jo për të shlodhur, po për të marrë hap. Jo për të shikuar pas, po për të përgatitur për një ngritje të re. Sot është një prej atyre momenteve. Sot është një prej atyre ditëve ku shpirti PDK-s flet më shumë se çdo fjalë. Dhe unë para jush gjej peshën e madhe, peshën e përgjegjësisë. Përgjegjësinë ndaj sakrificës suaj, ndaj çdo detune, ndaj çdo orë mundi, çdo sakrificë që kemi bërë për partinë dhe vendin tonë. Ndjej përgjegjësinë e rrugës sonë përbashkë, ndaj historisë që kemi shkruar me punën dhe përkushtimin dhe ndaj të ardhmes që na pret. Ju falenderoj secilit prej jush, aktivistë të dedve, rinin e Partisë Demokratike dhe gjitha strukturat për punën, durimin, qëndrueshmërinë në kohë të vështira. Ju keni qenë gjithmonë motori i PDK-s. Pa ju, asnjë sfidë nuk do të ishte përballuar. Pa ju, asnjë fitore nuk do të ishte arritur. Kemi qenë nevojat e pushtetit, edhe në presionet më të rënda politike e institucionale. Por si parti, kemi jetuar çdo goditje për një arsye të madhe. E dini pse? Sepse PDK është e dërtuar mbi sakrificë kombëtare dhe jo mbi interesa personale. Sepse PDK ka lindur në përballje, në qëndresë, në sakrificë. Sepse në adënim e sorë ka gjurmët e lëviz, ka idealin e ekzistencës dhe ka frymen e OÇK-s. Prandaj, në këtë ditë të rëndësishme, le t'i nderojmë liderët tonë historik, të cilët me vizionin, guximin, sakrificën e bën Kosovën shtet të pavarur e sovran. Hashim Thaçi, në shkruesin e marrëveshjes së Anglisë, shkruesin e pavarësisë, kryeministrin e presidentit që kryeoi Kosovën demokratikisht. Kadri Veseli, heroin e Heshtur. Kadri Veseli, heroin e Heshtur, sinjetorin e madh dhe kryetarin që modernizoi partinë. Jakub Krasniqi, politikonin e urtë dhe zërin e pafyeshëm të shqiptarët të Kosovës dhe shtetit tonë. Sakrifica e tyre dhe shumë të tjerëve është themeli mbi të cilin qëndrojmë sot. Faleminderit edhe miqve të mi, Enverit edhe Mendit, për punën e tyre të patakshme dhe më shumë për kushtimin për partinë. Bashkëpartiat të dashur, ka ende shumë për të bërë. Kemi shumë për të përmirësuar. Ne të gjithë kemi kaluar në fazat vështira. Kemi pasur mendime të ndryshme dhe momente që na kanë larguar. Dhe kjo është normale në çdo familje politike. Është e rëndësishme që sot jemi këtu me vullnet për të dëgjuar, për të kuptuar dhe për të afruar. Sepse forca jonë qëndron
në aftësinë për të transformuar çdo sfidë dhe mundësie, në aftësinë për të kthyer çdo dallim në pasuri të përbashkët. Besimi dhe uniteti duhet të forcohen. Dhe idealet që në bashkuar dikur janë po ato që në udhëheqin edhe sot. Bashkimi nuk kërkon të mendojmë njësoj. Bashkimi kërkon të punojmë me njëri tjetrin, me respekt, me përgjegjësi dhe me qëllimin e përbashkët për të ecur përpara. Ne ndonjë një histori, një përgjegjësi, një mision të madh, dhe unë do flas gjithmonë me sinqeritetin që meriton. Asnjë institucion, asnjë organizatë dhe asnjë prej nesh nuk është i papagushëm. Gabimet janë pjesë e rrugës, por rritja vjen nga reflektimi dhe përkushtimi për bërë më mirë. Ne kemi mësuar shumë dhe jemi gati të dëtojmë edhe më shumë. Ambicia jonë do të jetë gjithmonë e përbashkët. Dhe kjo ambicie është për të forcuar partinë, ekipin dhe vendin tonë. Prandaj, sot me shumë se kohë, kemi nevojë për njëri tjetrin. Kemi nevojë për të mbështetur, për të respektuar dhe për të mos humbur askënd nga rruga jonë. Sepse ata që kanë dhënë shumë për këtë parti, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, që i respektojmë dhe i duam, presin prej nesh vetëm një gjë, të jemi të bashkuar. Të ecim përpara si një ekip dhe të dëshmojmë se bashkë mund të arrijmë gjithçka. Kolegë të nderuar, Kosova meriton një qeverisje të mirë, institucione të forta, ekonomi të qëndrueshme, diplomaci aktive, efikase dhe efektive, arsim dhe shëndetësi cilësore, drejtësi të pavarur dhe investime në siguri. Këto nuk janë dëshira të ditës, por janë detyrime për ne. Dhe sot, përveç një kandidature, ju votoni edhe për një vizion të ri qeverisës. Ju votoni më shumë se sot për një kryetar. Votoni për një qeveri të punës dhe jo të propagandës. Për institucione që funksionojnë, ministra profesionist dhe logjik shtetformuese. Ju sot votoni për ekonomi që zhvillon prodhimin vendor, rrit punësimin dhe rrit pagat e pensionit. Për rritje të investimeve kapitale, parashikueshmëri fiskale dhe partneritet të plotë me bizneset. Ju sot votoni për një sistem drejtësie të pavarur, transparent dhe të pakorruptueshëm. Sepse drejtësinë ne mbështesim, ne nuk e uzurojmë, e forcojmë, nuk e ndikojmë. Ju sot votoni për Kosovën euroatlantike me integrim në BE, NATO, në partneritet të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me forcim të sigurisë kombëtare. Ju sot votoni për unitetin politik në çështje të shtetit. Ne mund të ngarojmë si parti politike të ndryshme, por për qeverisur vendin, për interesat shtetërore jemi bashkë, natyrisht me PDK-n të para. Të nderuar praneshëm, koha e fjalëve të mëdha dhe rezultateve të vogla në qeverisje ka përfunduar. Koha e polarizimit ka përfunduar. Kosova ka nevojë për qetësi politike dhe për qeveri që punon. Ne jemi gati ta marrim këtë përgjegjësi, jo për interes, por me mision. Në këtë konvent, po lind kapitulli i ri i Partisë Demokratike të Kosovës, kapitulli i bashkimit, i hapjes, i respektit të brendshëm dhe i fuqizimit të vlerave që gjithmonë na kanë dalluar. PDK është gati, Kosova është gati, e kemi besimin e njerëzve që duhet një shtet që ngjatë sakrificës së tyre, jo një shtet që qeveriset me avantura politike. Se bashku do të çojmë Kosovën përpara, se bashku do të hapur kapitullin e stabilitetit dhe zhvillimit. Le të dalim nga kjo salë, me të fortë, me të vendosur dhe me të bashkuar si një trup i vetëm. Sepse sot nuk ka humbës, por vetëm fitues, dhe fitues është PDK-ja dhe demokracia jonë. Ne jemi PDK-ja, jemi guximi,
jemi shpresa se bashku do të fitojmë për qytetarët për të ardhmen e Kosovës. Unë jam thellësisht mirënjohës gjithëve për besimin tuaj. Është nder im jetësor dhe përgjegjësia ime e madhe që nëse kam përkrahjen bëhem kryetari juaj. Besimin tuaj do ta nderoj me krejtësindjen time dhe për këtë rrugtim ju garantoj përkushtim, respekt, sinqeritet. Faleminderit gjithëve. Faleminderit shumë, siç edhe ju paralajmëruar, kryesia e punës ka pranuar vetëm një kandidaturë. Vetëm kandidatura e zotit Bethy Hamza është proceduar bashkë me nënshkrimet e parapara zekat është për të pra hedhim në votim, patjetër që do edhe do e votojmë, mirëpo paraprakisht, zoti Ender Hoxha e ka kërkuar fjalën, zoti Hoxha e fjala është për ju. Të nderuar delegat, të nderuar zone e zotëri, shumë respektuar kryesie punës, zoti kryetari i Partisë Demokratike, zoti Krasniqi, zoti kandidat për kryetar i Partisë Demokratike, zoti Hamza, mbi gjitha shumë të nderuar veteran të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, familjet dëshmorëve, invalid të luftës, veteran të Partisë Demokratike të Kosovës. Unë nuk e kam ndërmend që të flas gjatë, e kam ndërmend që të jem sa më i shkurt, por kam ndërmend që të them disa gjëra që mendoj që e vlen në natyrën e kësaj konvente. Konventa e Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë çdo herë një ngjarje e madhe për Kosovën. Po kur në konvent Partisë Demokratike të Kosovës janë zgjedhur edhe personalitete dhe figura historike, si Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, ka qenë edhe një konvent historike e cila jo vetëm e ka volosur kaluarën tonë të lavdishme të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, luftën tonë për liri, por i ka dhënë drejtim edhe vendit, edhe pavarësisë dhe shtetërformimit të Kosovës me qeverin një parti politike, e cila si radhën e parti politike qëndron në themelet të lirisë dhe të pavarësisë. Unë kisha dashur të kam dëshirë dhe lutem Zotit që mbi gjitha Hashimi, Kadriu, Jakub, Regja të kthejnë Kosovës dhe ne të kemë të zgjidhura edhe problemet e darës dhe të leadershipit apo jo. Mendoj që kjo është çka kam prej zemrës dhe çka kam të shkruar në zemër dhe jo vetëm pjesën e fjalimit. Ka pas dëshirë që kjo konvent, me që nuk mund të jetë historike, se si kemi lider të ndaj, do të mund të ishte një ngjarje demokratike. Dhe ka mund të bëhet një ngjarje demokratike nëse do të shtyhet për një javë, sikur se unë kam kërkuar në media, para jush, dhe sikur se kam biseduar me një pjesë madhe të kryetarëve të degëve në nivel të vendit. Se unë mendoj që mes kohës dhe kualitetit ne do të vendosim për kualitetin. Dhe kualiteti i garës do të bëhet nëse është proces i hapur, nëse është proces demokratik, nëse marrin pjesë më shumë se sa
disa kandidatë në zgjedhje, dhe unë e di që ju mund të thoni që zgjedhjet nacionale mund të marrin shpejt, por ju them juve që ne si Parti Demokratik i Kosovës, edhe kemi qeverisë, edhe kemi shku në zgjedhje të brendshme, edhe kemi marrë zgjedhje nacionale, edhe kemi formu qeveri të reja, asnjëherë ka qenë pengesë, një javë më shumë, një javë më pak. Prandaj çfarë dua të them dhe çfarë kam thënë në media dhe çfarë kam këtu, ka të bëjë me qëllimin e mirë. Dhe si politikan i cili gjatë është në politikë, e di që ka rregullore statutet e partisë, ka programet e partisë, po ajo çka ju duhet ta keni parasysh, dhe unë duhet ta kem parasysh është që në momentet e caktuara të thirrni ndërgjegjës tonë. Dhe unë i thirr çdo herë ndërgjegjës time sa herë flas për gjërat që i shoh si kritike. Dhe çfarë dua të them, nuk është fare personale, por është shumë paremore, edhe është shumë politike. Unë e falenderoj kryetarën e partisë, membrin Zotin Krasniqi, se më shoh dhe miq, për udhëheqjen që e ka bërë Partisë Demokratike të Kosovës. Po mendoj që në mënyrën se si janë shpallë zgjedhjet për 5 ditë, në mënyrën se si në konferencën e parë për shtyp e ka dhënë preferencën e tij, në mënyrën se si në televizion ka folur haptas që mbështeti kandidat, në mënyrën se si ju ka ftuar disa prej jush si kryetar Desh, duke thënë që këtë do duhet ta mbështetni, apo kjo është preferenca e ime, mendoj që ka bërë garën të mbyllur dhe mendoj që nuk është gara e hapur, nuk është gara demokratike. Prandaj, unë kam kërkuar një javë zgjatje të konventës, nuk me thamë me blef, nuk me thamë me fund barkut, nuk me thamë me inati, nuk me thamë për ndonjë paknatësi, se kam menduar që është shumë e rëndësishme që me gjithë juve në sallë të bisedojmë për platformën, me gjithë juve në sallë të bisedojmë për ekipin, me gjithë juve në sallë ta kemi një ballafaqim të idesh brenda një javë. Dhe mandej ta bëjmë konventën e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa që këtë çfarë e thamë nuk është personale, ka të bëjë edhe faktin që unë ngramë në taku me Zotin Bedri Hamza, se jemi miq. Nuk ke pas keq kuptim, nuk ke pas do një edhim, jemi shok, do të mbesmi shok. Kam kërkuar me prej Bedriut, kam kërkuar prej Bedriut që ne si gjenerat e ardhë e Hashimit dhe Kadrisë, që kemi ndërtu vendin, që kemi qeverisë vendin, kemi kapacitet që të merrem vesh edhe se si në udhëheq dhe me majtë një konvent mbas një javë. Dhe ka pyet Bedriun, a do të ketë konvent për shpalljen e tij si kandidat për kryeministin? Ka thënë po. I kam thënë shtyje konventin që do bëjmë sot, e mbajmë konventin për kryeministin, ai që zgjidhet kandidat për kryetar, ai që është kandidat zgjidhet kryetar e partisë, bëhet në mënyrë automatike edhe vetë kandidat për kryeminist dhe kryetar i partisë. Të nderuar kolegë, nuk e kam ndërmend të flas gjatë dhe nuk e kam ndërmend që të ranoj shumë se di që jenë para zgjedhjeve. Po kam ndërmend vetëm të them që Partia Demokratike e Kosovës ka nevojë për një vizion të ri, ka nevojë për një rrethim të ri. Unë e njoh shpirtin e PDK-s, e njoh plagët e PDK-s, e njoh fitoret e PDK-s, e njoh edhe humbjet e PDK-s, dhe kam prit që kjo konvent ma jep besimin dhe jo të bëjmë një luftë për karrike, si ju dini që para 4 vitësh, kur e kam pas si amanet PDK-n për Kadir Veselit, nuk kam garu, kam hapur rrugë për Memli Krasniqi. Prandaj, sot nuk shoh kushtet e barabarta, nuk shoh procese të barabarta, dhe une si e tillë nuk marr pjesë në këtë garë. Po duhet të them një gjë, do të respektoj vendimin e juaj.
do të respektoj qëndrimin e juaj, do të respektoj orientimin që ju jepni sot kësaj konvente. Mbi gjitha e dua Kosovën, tani e dua UÇK, e tani e dua PDP, e tani e dua Arshimin e Kaderin dhe dua secilin për jush në këtë salë. Këtë se çfarë do të them sot, besoj se mund të bjerë në mendje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zoti Hoxhaj. Atëherë me që kemi vetëm një kandidat në garë, konventa i takon konventës që të vendos, a jemi për votim të hapur apo të mbyllur, kushtet teknike i kemi, atëherë duhet të vendosim. Kush është për të hapur? Faleminderit shumë. A ka kundër? Me 3 vota kundër dhe shumicën absolute për, konventa vendos që të zgjedhë kryetarin e ri me votim të hapur. Atëherë, kush është për Bedri Hamzën, kryetar i PDP-s? Komplet vetë fotografia, urime kryetar. A ka kundër? A ka kundër? S'ka kundër. Kryetarin e posa zgjedhur zotri Bedri Hamza që t'i drejtohet konventës. Shumë të respektuar delegat, bashkëpartiak, miq. Sot ju më dhatë mua një përgjegjësi të madhe, një nder të jashtëzakonshme, një detyrë që pranoj me nder dhe për kushtim të plotë. Ju falenderoj për besimin, shtetin dhe drejtimin e ri që i dha partisor, fort punës, sakrificës dhe besimit tuaj, PDP-ja vazhdon të jetë shtëpia jonë e përbashkët. Kosova tani ka nevojë për PDP-n e bashkuar me vizion të qartë. Prandaj sekretari i ri premtoi se
Do të hapim partinë tonë për secilin qytetar që dëshiron të kontribuojë. Do t'i forcojmë strukturat tona lokale dhe qendrore. Do të përfshijmë me shumëtërinë vendimore dhe aktivitete. Do të ndërtojmë frymën e bashkëpunimit dhe përgjegjësisë që Kosovës i duhet. Ne do të ecim vetëm përpara, me përgjegjësi, me maturi dhe me zotimet që do t'i mbajmë deri në fund. Rruga përpara kërkon vendosmëri dhe guxim, dhe ne e kemi. Bashkëpartianët e dashur, këtë fjalë time dua ta mbyll me një mesazh të Mendelës, i cili thotë: koha më e mirë për të ndërtuar është gjithmonë sot. Edhe ne sot ndërtojmë, sot ndërojmë të kaluarën, sot premtojmë për të jemi të përgjegjshëm për të ardhmen. Sot vazhdojmë të ecim përpara të bashkuar dhe me vendosmëri, sepse nga sot vijnë ditët tona. Faleminderit gjithëve për gjithçka që kemi bërë dhe për gjithçka që bëjmë së bashku. Do të japim familjes time politike gjithçka çka mundem, ashtu siç ajo më dha mua gjithçka. Vazhdojmë së bashku pa u ndalur drejt fitoren e treja. Faleminderit delegat na pritë e bora. Faleminderit për